Futja e fjalëve të huaja në fjalorin e madh të gjuhës shqipe ka nxitur debate mes atyre që e shohin si pasurim të gjuhës dhe atyre që e konsiderojnë rrezik për varfërimin e saj. Sipas Olger Brames, studiuesi gjuhës shqipe dhe pjesë e grupit të punës për hartimin e fjalorit, vendimi për përfshirjen e këtyre fjalëve lidhet drejt për drejt me dendurinë e përdorimit të tyre gjatë viteve të fundit. Ato tashmë janë bërë pjesë e përdorimit të gjuhës, e përditshmërisë së gjuhës. Qoftë kjo e stilit të përditshëm bisedor, qoftë kjo e stilit juridiko-administrativ e të tjera. Nëse ne një pjesë të këtyre fjalëve tash të quajtur ato huaja, sot i kemi futur në përdorim në gjuhë dhe i përdorim, nuk shoh ndonjë arsye që të mos përdoren në fjalor. Brame thekson se ky proces nuk synon të zvendsoj fjalët shqipe, por përkundrazi, krijon mundësinë që të mos zhbëhen gjegjëset e tyre në shqip, duke i ruajtur ato paralelisht në përdorim. Të gjitha këto fjalë të huaja që janë futur tashmë, gjenden ndendur në përdorim, në shpjegimin e tyre nuk shpjegohen si çdo fjalë tjetër në fjalor, por shpjegimi i tyre jepet me sinonimi me fjalën sinonime të gjuhës shqipe. Në fjalorin e madh të gjuhës shqipe janë përfshirë rreth 40.000 fjalë të reja, mes të cilave edhe një numër i konsiderueshëm termash që i përkasin fushës së teknologjisë, si pasqyrimi i zhvillimeve të shpejta dhe ndryshimeve në komunikimin bashkëkohor.